që të prodhohen hormonet seksuale duhet të kesh yndyrë të mirë, të hash yndyrë të mirë. Pra duhet të marrësh gjalpin e dikurshëm, duhet të marrësh vajin e ullirit bio, që për fat ky vend i ka me bollëk gjitha. Duhet të marrësh djathin dhe prodhimet e bulmetit natyrale. Duhet të marrësh proteinat e duhura në mënyrë natyrale. Ai mishi i dikurshëm, ajo veza e dikurshme, që nuk janë më. Se ne themi, por ato kanë qenë brezat përpara, kanë qenë dhe më të monshëm. Nëse ma mend, ose ke parë në dokumentar në filma, deri në vitet 60, 70, përgjithsisht njerëzit visheshin si me plekushe, si me pantallona të gjëra, dhe qëllimi ishte vetëm një, të mbronin, le të them, gjëndrat, të mbronin testikujt, të mbronin lindshmërinë e tyre, sepse testikujt mashkullor, jo më kot natyra i ka lënë jashtë organizmit. Nuk e durojnë dot temperaturën e lartë. Sa më shumë temperaturë të lartë ketë, më shumë vdesin spermatozoidet. Ndaj jo më kot veshje zgjidheshin gjithmonë të pambukta dhe gjithmonë le të them dhe që të kishte aerosje të mirë. Pra kjo është një ndikim se sa kohë të veshin gjëra sintetike, mbathje sintetike me xhinse stretch dhe gjithçka, ti mos prit që do kesh spermatozoide normale. Të duket pak e çuditshme, por që këto janë të vërteta. Ato valet që tham, dhe ato valet ndikojnë jo pak te lëvizja e spermatozoidëve, e cila mund të ndikohet pra dhe nga valet nga jashtë, tham, kontaminimin. Tjetër gjë, obeziteti është vetveti një shkak ky që tham, kjo mbi pesha. Pra, njëra anë është që hormoni mos prodhohet mirë, testosteroni, ana tjetër është që hormoni mos transportohet mirë, dhe ana tjetër është mos veprojë mirë të qeliza shenjë ku ai duhet të jetë. Dhe e fundit fare sërish po e lidh me atë çka thash, kur njeriu është në stres kronik, siç është brezi i sotshëm, kjo është e pritshme që do të shoqërohet me një lloj stresi kronik. Një shoqëri që ka stres kronik ka kortizol të shtuar dhe ka testosteron të ulët. Pra, sa më shumë stres, më pak seks, më pak lidhshmëri e kështu me radhë.